Kleti Treska është kryeinfermier i urgjencës në Spitalin Rajonal të Korçës. Prej 16 vitesh ai punon në këtë shërbim së bashku me një grup infermierësh të tjerë, të cilët janë përballje e parë me pacientët jo vetëm brenda ambienteve të spitalit, por edhe në urgjencat jashtë. Periudha e pandemisë COVID-19 mbetet ndër më të vështirat për personelin infermieror. Përballë frikës dhe pasigurisë, infermierët qëndrojnë pranë pacientëve të infektuar, duke vijuar shërbimet pa u përfshirë nga paniku e duke sakrifikuar gjithçka për jetën e të tjerëve. Për infermierin e njohur korçar, çdo urgjencë është një sfidë më vete. Çdo telefonat, çdo rast dhe çdo pacient kërkon reagim të shpejtë, profesionalizëm e përkushtim maksimal. Ai tregon se të vetmet momente kur ka menduar largimin nga vendi i punës kanë qenë ato kur puna dhe sakrifica e tyre nuk është vlerësuar sa duhet. 16 vite kam ofruar dhe po vazhdoj të ofroj shërbim në spitalin tonë, në spitalin e Korçës. Mund të them që nuk është as pak e lehtë. Mund të them që është një sfidë çdo ditë. Një sfidë që na përball me situata nga më të ndryshmet. Një sfidë që më pëlqen që e bëj çdo ditë. Është një profesion që mendoj se kam bërë zgjedhjen e dur, mendoj që është një mision që duhet bërë çdo ditë. Edhe të paktën urgjencën e kam, po themi, dashurinë e profesionit, e cila më mëson, më tregon, më udhëzon çdo ditë çfarë duhet të bësh. Çdo ditë është një ditë e re. Kemi dëshirën e plotë, është pjesë e profilit tonë të punës, që durojmë dhe të sharat, dhe ofendimet, dhe presionet, me vend e pa vend, me situata nga më të ndryshmet. Infermierët e Spitalit Rajonal të Korçës mbeten njerëzit e sakrificës së heshtur, që çdo ditë përballen me jetën dhe vdekjen, duke qenë gjithmonë pranë pacientëve në momentet më të vështira.